më thonë zotni gjoja se kanë pas kush punon për ta, këta kanë nejtë në rjetë dardhave që ashtu. Në Rahov duket se të ketë edhe ndonjë fest ose ndonjë gzim dasëm ose fejes diçka e tillë sepse dera është e hapur dhe muzika po dëgjohet. Ne po trokasim dhe të shohim se a është dikush i cili do të na pret për të na dhënë një intervistë të shkurtër. E kena në zonë nuse, se vdali, krejt Rahova se vdali janë. Ku po shkujna, po knujnë, po me muzike, me krejt. Ti nuk e ke ndërmend me dalë në qytet, apo? Unë e jo, për sa të jam qëtu. Edhe qëtu ka me met, nuk shkoj ma nej. Rahov të Mitrovicës e përveç gjelbrimit të jashtëzakonshëm që të jep shala e Bajgorës, këtu po vret që ka edhe shumë qytetarë të cilët janë duke rregulluar kopshtet në këtë fillim të pranverës. Po shohim atje edhe një zotri, besoj me neprit ose me fëmijët, që është duke bërë diçka, po e shohim sa do të ndalet dhe të na thotë dy fjalë për Rahovën. Përshëndetje Aq. A mundemi? Përshëndetje, unë jam Majlinda, gazetare Verijo Info. Edhe unë jam Miftar Peci Rahov, fshati Rahov. Zotri Miftar, përveç që pamja ishte ma gjepse, qysh është një ditë e juaja në Rahov? Pa një ditë e jone në Rahov, si fëmijë, ka qenë shumë e mirë. Edhe kem pas banor plet, edhe kem pas familje tonë me bakti, me bujësie, me tonë e mirë, tash është pak ma ndryshe. Po thoni që ka banor më pak tash? Ka tash banor më pak, kanë dalë për këtu, kanë emigruar më shumit, dikush për jashtë, dikush për në qytet, që ashtu shumit asë janë kësojde. Kush është më venalisi që themi ne në Rahov? A jeni vetëm një fesa, apo jeni më shumë fesa? Vetëm një fes jem na, me boletine, me Rahov, me Zhorë, jem një fes. Na që ashtu jem një fes, jem të ardhën për atje të deqanit Pejës, pe atje të kem për ardhën për izboletini, ku ka për ardhën atje, pe atje të jem, që ashtu jem të tonë. Do me thënë, gjitha fshatrat që ti përmende janë të fshatit Tisniq të deqanit? Tisniq, qartë. Pe atje të thënë plek, si mas fjallëve të tyne, se nuk unë se mojnë meni se di, po mas fjallëve të tyne. Si pas fjallëve të tyre, fillimisht sa familje erdhe në Rahov? E atë nuk e di sa e në konë, se këta kanë pas, për para kanë, kësa e nërë, nuk e di, këtu e nërë, do e nërë shtu, do e nërë në Zhorë, do e në dalë në boletin, edhe do e në sëntër. 4 fshata jem këtu që jem në fisi, asë martohëm, asë kem kurgjë me zveti, kem si kur vladlak, si kur vishi. Si ka qenë pastaj jeta juaj, fëmiria juaj konkretisht në Rahov? Jeta jonë këtu ka qenë e mirë për ne, atëherë, se s'kem pas ka shkojmë, dhe s'kem pas ma mirë diska. Edhe u konë e mirë, po tash është keqë, tjetër se tash nuk o keqë, se tash e kem edhe ma mirë. Kem qëndrësimin, rrugës, e kem rrymen, e kem kanalizimin, e kem ujësjelësin, e kem shkollën, e kem tënë e kem. Por as këto kushte nuk i ka ndalur banorët që të largohen, apo jo? Jo, këto kushte në bo mas lufte, para luftës kanë qenë, mas lufte në bo që rrugë që në strugë tash, rrëse rrotull, e tëna po rinjes përdojnë.
Asë dhe punë. Ndonjë karakteristikë që e ka fshati juaj dhe që nuk e kanë fshatrat e tjera? Fshati jonë një karakteristike ka pas i ka punu për para, jenë merë, me dze e gurët më lesh kanë maru që të në qatë kodë që të Majdanit. Kanë maru gurë më lesh, me që ato kanë punu. Do me thënë kryesisht të gjitha familjet e Rahovës kanë jetuar nga... Pjesa dërmuse ty në konë, në qasë fare edhe me bujqësi. Ta ne dikur u qelë minera, trepqa këtu, kur u qelë trepqa, ta ne kënë punësu, ta në qëto si në kolonije këna jetu. Tani me konë, me le kur i me dalë pe punët që në kanë qitë shjetu, një më konë edhe sekretar sindikatin një parforme, kumë pas një 270 vetë vist katunit këtu. Do me thënë 270 punëtor i ka pas trepqa të Rahovës. Vist këtu hitin konë. Që kanë punu që të nga kemi jetu me që trepqë që të kemi pas nga me që të kemi kalu, me që të kemi jetu. Por në trepqë shumica janë të ardhur nga fshatrat e tjera. Nga Rahova, do me thënë, nuk kanë dalur për tjetuar për shkak të minjerës në trepqë. Jo, larga, s'kemi dalë, se ne kemi pas over këtu dhe kemi pas shumë mirë, në këto se kemi pas shumë ngatë, s'na ka bo lazëm as me pagu për vazë, dhe s'o tema s'kur gjë, komi me shku për vazë, da ki 15 edhe qashtë. Kem punu, jem kësy në shpe, kem punu edhe të shpia që ka pas nevojë qashtë. Si kanë qenë edhe ritualet e dasmave dhe të ahengjeve të tjera vite më para, ka ndryshuar? Ato ka ndryshu më të madhë tash. Atër e në bo në fshat, ato e në bo me kojshi, kur shukon pak më e legi kanë një mu, një në soqet, aja ka që një bakti për mesh, aja ka që bukën, aja ka që një dajre, aja ka që një diska i kanë një mu. Në përgjësi punëtorin e kanë kryu këtë fshate, që ka pas nevoj, se tash që i kryu në kënë bardë, kom fjallën, tash atërin kënë fshate, këtë kanë punu dhe kërgjë, si femna, si moshkë. Kanë gatu, kanë punu e qashtë me dërë këtë. E tash jo tash, në restoran edhe fëmija së shekër kërgjë, shkojnë dhe pleqë, qalypjën më shkuatë kërgjë. Kom e po, me kom e nejtë, veç më shtojnë veç për i brime dhe kërgjë sa në dhëtë. Unë me gjithë nuk shkoj hecë këtu ashtu, veç fjole po bjenë. Po tash ju, do me thonë, a organizoni si kur më përpara në përfshat rini zbashku ose diqka? Po, pjesa dërmuse, po, qka jem qëtu, po, rrim, s'kem gurgjo me zveti kështu, takohëm, bisedojmë, flasëm, keshëm, shkojmë aty këtu ka herë, e kem edhe gjamin, këtu edhe qashtu, takohëm. A Gjamiftar ishte edhe një shtëpi më lartë, shtëpia e shtabit uqëkës. Po. Ajo shtëpi, do me thënë, a është renovuar diçkan të, a kanë betur? Asë mbet kërgjë edhe asë kanë bë kërgjë. A kini tentuar ndonjëherë ju si bashkëfshatar të merrni me ndonjë peticion, të shkruani ndonjë organi kompetent për ta renovuar ose për diçka? Jo, për zotin, unë jo se smirna në drejtim në më tërhjes pjetë në gjonë. Po. Se po është si nuk po shka që menum na kemi menu këtë diçka të tërsen, ndullë këtë të tërsen edhe jem tërhje, kem largu më smirna më të punë. A ka qenë e banueshme para luftës Po, ka qenë e banueshme, ajo është në Gjermani, me grua, me djeme, me krejtë është atje. Po mirë, po kush këtu s'ka e su interesua së mirë, që konë një këtu dhe një konë fond katunit. Ati në fond katunit ka nejtë dhe zhorës. Në këtë ka nejtë atë në katunit tënë, që ati kanë pas vinë. E thonë të ti kanë pas mas quke, që ati mas bregu, edhe qashtu që ta kanë nejtë të, po kush s'u interesu më për të. Kur është ndërtuar shkolla në Rahovë dhe më përpara se t'ishte shkolla këtu, ku arsimoheshin fëmijët e fshatit tuaj? Shkolla përpara në kohën e Gjermanit, kur konë Gjermani këtu, i ka marru 2 dhome në konë që të kua shkolla tash, veç ma kënena pak. Jenë konë 2 dhome, aty këna mësua 2 klasë, para dite, 2 mas dite. Edhe dhe këtena u ndërtu që kja shkolla re, tash kja shkolla re u ndërtu diku vitet të 70. Edhe atëherë që të në ka vazhdu 8 vjeqarja këtu, edhe s'ka pas nevoj me shkolla. A keni tash vështirësi për transport në zënë sa? Jo, nuk kemë vështirësi, se është një djallë këtu me kambi punon,
Bon për katon edhe bon edhe në zonët edhe që ku shkollën, po shkojnë natëherë në shku në tunel, për shumë klasë të tretë në shku në tunel, në trepë që në shku dikur të në më vonë, kena mësu në klasën e tretët, pestet, për bjetë dhe në tetën, se aty s'ka pas veç 2 klasën. Agjamitara kanë ndonjë karakteristik qytetarët e Rahovës? Po kanë që ju kanë thonë zotni gjoja se kanë pas kush punon për ta, këta kanë nejtë në rjetë dardhave që ashtë për qatë fjallë u ka metë, se kur gjë, që të sen. Kanë pas dvetat i kanë pas do katunit që t'i poshtë, edhe ata ju kanë prunit tretën, këtyne këta kanë nejtë që ashtë dhe kanë pushua. Këtyne u ka konvenuar, në fillim kur u konë përët, në fillim, po mirë, po i kanë pas edhe tapit, i kanë pas deri vonin, konë që t'luftin kollë, si i kanë pas tukën e vetë, këta t'i poshtë. Të fshatra të tjera? Po të në fshatra të tjera, po tash në kollë, ata i kanë pas sistemin e vetë, e kanë kësi që shkanë dorë vetë, dhe sa problem për atë punë, tash i në metët. Për që ata, tjetër kur gjësko. Unë këtu jetoj veç me plakën, edhe 2 djemë, pa martu, 2 janë poshtë, në shku, ata janë të martu, kanë thmi, kanë shoqet, kanë marrë banesa poshtë, në vetë s'kum dash me renovu diçka ma mirë, për shkak se s'po dhe me nej kërkush, e vetë për mu po më bënë bëllë, që të me që të plakë sa të rrimë dhe nej gjitha. Do me thënë ti nuk e ke ndërmand me dalë në qytet, apo? Unë e jo, për sa të jam qëtu, edhe qëtu ka me metë, nuk shkoj ma nej, e kur vje funë zdi. Kur ka thonë zoti. E në Rahovë duket se të ketë edhe ndonjë fest, ose ndonjë gzim dasëm, ose fejes, diçka e tillë, sepse dera është e hapur dhe muzika po dëgjohet. Ne po trokasim dhe të shohim se a është dikush i cili do të na pret për të na dhënë një intervistë të shkurtër. Përshëndetje zonjë, a mundemi me hy? Mirë se ju gjetëm. Faleminderit, a keni ndonjë gzim apo jo? Përshëndetje, unë jam Ajlinda, nga Kretare. Që e mirë, a je mirë te? Mirë. Që shene, familjen vetë, mirë tybe. Do me thënë ju keni një kremt apo jo? Po, e kena kry fjallën veç muzikë për lëshaj. E kena në zonë nuse, e kam djallin në Gjermoni 2 djeltë. Po tybe, hajë paqë faleminderit jo, që shpo kaljani? Mirë, faleminderit. Do me thënë, e keni përfunduar gjithë ceremoninë? Po. Veç muzikën për ngujna që është. Zonju, këtu prej sa vite shjetoni në Rahovë? One që 42 vjetë që je marrë këtu i kam. Mirë jetojna, familje mirë janë, kretë katuni janë të mirë, të poqë, rrugë t'i kena, të natë mirat t'i kena këtë. Me kënd jetoni momentalisht këtu? E kam burrin edhe kam re, nusen me thmi dhe një djallë, 2 djeli kam këtë 2 jashtë. Po 2 ti kam të feju në jashtë, një nusen vështrin, një në Mitrovice kena feju, edhe këto kam të matin të martun, veç edhe një më kam e të pa feju. Aj po punan me një firmë që atje Gjermane, mirë janë. Qësh është një përditshmërie jotja? Mirë valohi, mirë bëllë, mirë kalujna me familje, me nuse, me krejtë. Këto i kam 2 kunet në altë, një që atë, një që atje kalujna familjerisht e në mirë. Ka shtëpia Rahova, nuk është që është boshatis fshatit? Jalloj një dojën dollë, veç ka dhe këtu krejt shkojna mirë, me kojshie, me krejt. Shumë familjet mirë, krejt jenë të mirë. Rrugë t'i kena, kombine kena këtu 5 hernditje vjenë, i bon zonësat, komuna, i qënë shkollë, i bjenë, mirë. Fejesën e ke bërë në restorant, po pse nuk e bërë në shpe, sepse gjithmonë në Rahovë do asma të Jo, i bojna në shpe, njët kunotit e kena bon shpe, po djelë ke njash pa të në qef në restorant, me qite qitëm në restorant. A përgaditit diçka ti vetë? Po, këtu i kum pos bia krejt një dit e kum bo dreken, mirë, me baklova, me krejt i kena quë, mirë, ahat krejt, gzim, qështë. Jena familje shumë kështë valtore, krejt me burre, me djelje, me krejt, mirë balë. Do më thënë, ne kemi një fjallë që temi sevdali për një... Sevdali, krejt Rahova sevdali janë. I kena tu ponat që të në kaj shqipi morëm,
ku po shkojnë, po kënojnë, po me muzike, me krejt. Mirë, vallaj, mirë. Dje do më thënë ja thatë gjithë valës, apo jo? Po, vallaj, po, pasha zëti, po shumë mirë. Për bajroma i binë të ponav, këtë, të gjamia, lujnë këcejnë, enëm në mje veti, mire qëjnë a krejt.